Bile mu ka pa edhnu pak në atë kohë, se nuk e afrova dhe më që të morën bashkë. Unë një nga ma shumë më honë edhe ma ofër, se në gjëja për demonstratat të tregova kështu, por nga 89-ta kur kem kaluar në ilegal, kur jem konë të dhonë Rizairit edhe i vllai, që kem nejt ilegal, ne kërkoj shumë baza, familja u kujdeshin, edhe ne për mes tyne më ka qurë fjallë dhe më që është i gatë shumë. Zairi edhe të nga bashkan gjitet, po edhe të sigura bazë për strehim për ne në atë kohë që ka qenë. Por të bashkan gjitë ne i kursejshëm, shok që mos mu bashkan gjitë edhe mu identifiku me ne mu rreziku, sepse qëllimi ynë është të vazhdohet edhe pas daljes tonë, edhe pas rreziku tonë, nëse na ndodh diçka, me vazhduhet dikush rrugën edhe me çu manej. Bile mu ka pa edhnu pak në atë kohë, se nuk e afrova dhe më që të morën bashkë, të bashkan gjitet. Po, Zairi në vitet e 91, do më në stër vitet ushtarake në Shqipni, në Sorel në atë kohë, ka ardhë prej Kosove, ka ardhë në Zvicër, dhe unë ka qenë në Shqipni. Që ju jeni personit që një farforme e keni rekrutu, ose e keni zgjedh, po me në Zair Pajazitin për me kom pjesëmarrës në trajnimet ushtarake në Shqipëri. Po. Pra se me dollë këto, si qysh ndodhen, kush ndërmjetësoj të Ramiz Alia, kush e në personat që mundësu një farforme? Nuk është pjesë e imi aja. Unë në atë kohë LDK-s, LDK-s kanë ndërmjetësu në atë periudhë, sepse ne këshëm një projekte cilin dëshirëshëm të mobilizojmë njerëz të pregaditëm për rathonat e cilat dhe të navinë edhe ma vonë. Ne kemi insistu vazhdimisht, në atë kohë LDK-ja, në përmes Ramiz Ali, Sali Berisha, Akuli, kanë gjetë që të ne edhon një bazë për të stërvit njerëz të pregadit për të hynë mrena dhe ata ta pregaditin të rirë mrena dhe për një kërë ngritje të ma vëndshme, të jem të gatshëm, sepse ne deshëm që aja ditë nuk do të është e lartë edhe do të vjen, do të na gjonë. Po ma mirë të na gjotë pregaditën se sa të na gjotë pa pregaditën. Dhe ne kanë hapë bazën ushtarake në Sorel, ku në grupin e parë kanë qenë 52 vetë. Kryesisht Llopit. Jo, ka pas edhe nga pjesë tjera, ka pas nga Gjelani, nga Vitia, nga Ferezaj, nga Kaçaniku, edhe në grupin e parë ka pas nga Vështreja, nga Mitrovica, edhe nga Podjeva, në grup parë. Qysh ka ndodhur për zgjedhja? Ne i kem njoftë shokë të mrena, të cilët jenë konë gatshëm të vinë, faktikisht i kem qua njerëz për t'i kontaktua dhe kem kontaktua me ta, që të vinë për një pushim jashtë, qëllimin e kanë ditë, dhe më onë, që kur të vinë jashtë, dhe të shkojnë për mos të rrezikuar mrena, kem pregadit dhe më onë një dalje jashtë, që marrë në Zvicër, në Gjermania, prej atujta e me lëvizje dhe më hi në Shqipëri, pa u ditë, pa e rrezikuar njerëz, dhe më onë që se ka qenë bukur shtirët, ti thuish ti hajde se përshkohet që të se ke mujt me kalu kufinin e ma kallaj, po ka qenë rreziku ma i madh. Identifikim. Që kem desh domon gjurmt, mos të lom në për teren të dyshimeve, po të vinë në për me Zvicra dhe shkojnë. Do më thonë jeni personi ndërmjetësues i Zair Pajazitit. Atë kujtohet, a ka hezitu Zahiri? Ja. Nuk ka pas hezitim ai për çështje konkrete dhe për çështje kur është fol për vendin, nuk ka pas hezitim, po ka pas çdo herë gatishmëri. Ka pas gatishmëri, domethënë që të merr edhe vetë iniciativë dhe të është vetë ai që do të jenë edhe do të delë, do të përgatit të gjitha. Ka pas çdo herë gatishmërinë për një punë të cilën e ka bërë më vonë. A keni informata që ka shku trajnimi? Unë kom qenë pjesë e tyne dhe kom nejt vetë atë, se i kom qua dhe në Sorel, domethënë jam shku edhe ju kom qua Shqim me Zymir Berishën, bashkë na konë të dytë me makina, sepse u dof kemi ju qua, se kushtet pa kanë qenë ma të vështira në Shqipëri, edhe ju kem qua edhe ushqim edhe pregaditje edhe gjitha që ka pas nevojë, edhe na shku bashkë me ta dhe në Sorel. Unë kom nejt një 2 javë aty me ta, pas aty jëm kthye jashtë, po nga dëshmëria aty ne ka qenë njerëzakonisht e madhe.